kolegu bërë një pyetje. Juve vetë vegan, vegetarian, mishkërës? Kam qenë 3 vjetë vegan. Vegan? 3 vjetë. Po tani? Edhe sa e pas që po shkoja detyritit prapë me organizmin, më ndihmoi me thënë drejt një stabilizoja tensione këto që ishin, por më krijoi deficienca esenciale ushqimore. Edhe pastaj dhe kam dalë dhe kam shërën e math e kam e këta, unë me këta të miksis ndryshe, shumë sësam me sistemin. Se sistemin e timi e kemi përballë, ta që kemi në anë, nuk ruhemi dot. Këta ta fusin. Po kështu, tani mish peshk proteina tani? Tani mish peshk? Mish peshk pa tjetër, nuk duhet mungojnë, mish peshk ves pa tjetër, absolutisht pa tjetër. Nduam se jeni vegan. Unë kam dalë, kam bërthirë në televizion, mbyllni furrat e bukës, që se ka mundësi. A ka mundësi ti mbyllin? Se elë mua njerës. Po nuk i mbyllin se. Si mbyllin do, se njerët të në varfër. Në kam futur në lakër këte, që drithi nuk është ushqim që krijuesi e ka dizinjuar për trupin ton, dhe me që mpyete për mërqin, dhe jamosin e mërqis, në që se ka në një ushqim që dëmton, janë drithrat. Nuk bet fjatë. Unë të e hash do mëgjes, me pak boronit kuksi. Skandaloze duhet të ndërrosh, duhet të tërsherë një herë, të merë. Pse s'ha buk fare ti, ha? Unë nuk ka buk. Pizza? Qa pizza? Makarona? Po, qa thuaj. Unë kam qenë makarona gjiu mi matë që egzistonte, nuk e heqen në tavolina, Po, oriz? Nuk e heqen fare. Italianët rojnë 100 vjetë, morë zotë Jo, nuk është e vërtet. Këto janë mitet. Këto janë mitet. Kjo është Rockefeller. Këto janë mitet. Ata s'han buk fare. Nuk është e vërtet. Dëgjot, kemi dhe 1 minutë. Dieta mediterrane është dietë e shëndetshme, por dieta mediterrane nuk është pizza spaghetti, mos të ngatrojmë gjërat. Nuk është kjo që është sot. Pizza spaghetti hyn tek ushqimet e përpunuara. Nikola. Pikë, është shumë e thjeshtë, kur do i desh. Je shumë i mirë. Jo, i mirë. Do vish prapë? Dëgjoj tani se për te shakave se më pëlqen dhe gacmimi, më pëlqen dhe ironia, por... Jo, s'ta thash me, do vish prapë? Jo, faleminderit shumë, edhe unë s'ta thash për atë. Jemi shoqëri e smur. Po na qojnë drejt vetë shkatërimit, ju lutem. Një ndër 30 fëmijë sot është autik. Tani, në qofë se juve, kjo nuk duket alarmante, unë nuk di sa të them. Në Amerikë është një në 30. Jo, se është edhe në Amerikë, i afrojmë ne. Po i afrojmë ne. Sepse, këtë njëtë mjekësin kemi, të njëtë mënyrë të ushqyërje kemi. Edhe ti e për kundra paracetamoli. 35% minimalisht janë të diagnostifikuar me dhjamosje të mëlqisë. E drejtë, e kemi falë. Në Amerikë, 79% kanë një sëmundje metabolike. Me të pyse e mbyllëm.